Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube, Odeta Dume Mandro. Ditën e sotme në këtë live unë do sjell historinë e një 37 vjeçari shkodran me emrin Fatmir Pjetri, i cili vetë përpara disa ditëve ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar historinë e tij të dhimbshme, një baba i cili është ndarë nga fëmijët e tij, pasi bashkëshortja u largua duke mos i lënë një adresë dhe mos i dhënë një justifikim për ndarjen. Ai bëri një mesazh dhe një apel të fortë të gruas së tij, e cila aktualisht mendohet se jeton në shtetin italian. Për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur historinë e Fatmir Pjetrit, unë dua të prezantoj një material të shkurtër, pasi gruaja e tij ka reaguar dhe kërkon sot të jetë këtu në live me Odetën. Po të shi, kur ti më vdeshesh, edhe më vjen si thojnë krevat edhe nuk pranon me bo asnjë gjë me mua. Ai isha i detyruar me atë. Edhe unë asnjë gjë nuk i thash, vetëm i thash: "Të lutem shumë, mos na shkatërron familjen. Nëse ti e din që ka një dikush në mesin tonë, largohet person edhe të vazhdojmë jetën sikur duhet." Ishte sikur e kishte banana, ishte nuk na i drum. Kur u shohën mirë si thash më i zojti, ti më thu se faja është i joti, po këto veprimet tua thash, a i di se çfarë van? Jo, po pse s'lëvizë ti, jo, po pse s'lëvizë unë? Aty krijoj prap debat. Me ta thonë drejtën e shpirtit. Edhe atë që do më thonë nuk pranoj me ndaj me mua i thash. Një gjë këtu thash, në mesin tonë thash ka hi një dikush. Unë i kam marrë vesh mos i ka ika, ajo kishte dhënë ullë fëmijë. Kam arrit që gjejun te audiot e fëmijëve, të thonë fëmija që babi hajde të shtëpia nore të hanë se na myti mami. Para se mu fejune, kjo ka pas lidhje. Edhe unë me ta thonë drejtën e shpirtit kam desh në elon që në fillim. Aja fillej, shpirtin e babës s'kam pas njohje kur me kanë, por përderisa ato unë burren sikur me thonë kena një vajzë perfekte, këtej, okej, edhe unë dola piva kafe me ta, thash. Edhe pyeta si njeri. Po, ajo nuk të tregoi sinqert. Ti e vërtetove që ai kishte pasur një partner para teje. Unë e vërtetosha dhe prep ma muhote. Bote çdo lloj beje, shpirtin e babës, e kryte vëllezën, e kryte kije, kryte aty. Nëse na shkum të shtëpia, jo për tash, po për bisedu edhe me tamen. E qartë. Ne thonë se po, shiko se vajza jote këtu. Edhe më thotë ama, thot mirë i thot, në rast se këtë vajzë thot ma len mu nder, unë thot vesh me ra mu mytnuj. Se kjo kishte ngel me fjalë veja, si me thonë 34 vjeçe. Si thonë pranova me hangër turpin me bukë. E dëgjuam denoncimin e këtij babai i cili kërkon të bashkohet me fëmijët dhe i bën thirrje gruas që të rikthehen si dikur. Por zonja e ka parë live-in dhe kërkon sot t'i japi disa përgjigje babait të fëmijëve të saj, kështu që hap dritaren dhe e ftoi. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Atëre, ti më ke telefonuar dje dhe kërkove që të flisje me mua në lidhje me live-i që bëri bashorti juaj, Fatmir Pjetri. Po. Kisha pas shumë dëshirë me ditë se aja është gjelajt edhe kisha pas shumë dëshirë që unë t'isha përballë me ta dje. E dashur, se shumë gjana si ka thonë nuk janë të vërteta. Nuk ka tregu asnjë gjë çka ka ndodhur. Por çfarë ka ndodhur? Ai të akuzon ty se ti i ke marrë fëmijë dhe e larguar nga Shqipëria. Arsyen, a e pyet se unë pse kam marrë 2 fëmijë edhe kam ik? Jo, unë do të dëgjoj ty, prandaj po të pyes. Po përderisa ata e ke pas në zyre, a desh me marrë edhe mendimin e tij, rrallë parë. Megjithatë, nëse ti do më ndjegju deri në fund, unë ti tregoj prite dita e parë si unë kam hyrë në shtëpi edhe deri te dita e fundit si unë kam ikë prej asaj shtëpie. Patjetër, do të dëgjoj. Ne na njoft që na martua dhe kena vazhdu jetën. Sa shken bon, asnjë muj kur ai ka vazhdu të ushtru dhunë ndaj meje. Që muajin e parë të martesës ka ushtruar dhunë? Po. Arsyeja, ti s'din asnjë gjë, arsyeja ti s'din me las makinat. Në një kohë se unë isha detyruar me la dhe makinën atij. Nëse unë e laj kesh, u deshke me përsërit për zëtit. E para. E dyta, me çat kishte në dorë, me shishe ujit, me gotë, me telefon, ashtu sa herë gota telefoni për krytin tem. Një punojës policie i cili merr denoncime
nga shumë qytetarë për dhunë vetë ishte dhunues? Po. Edhe nuk e kishte asnjë pikë problemit. Edhe unë ndërosha se jam bërë shumë shprim kryt vitit jam bërë me fëmijë. Më ka lind djali i madh. Ai si po ndryshon, vazhdova, e durova, vazhdova, po dhuna ishte për ditë e më shumë, nga më të ndryshmet. Sa vite martesë konsumuat bashkë ju? 9 vite. Kjo ka qenë një njohje me dashuri apo me mbledhëri? Jo, me mbledhëri. Por 9 vite si e ke duruar dhunën? Si e kam durova, për hir të fëmijëve, u mundova me ndryshu, i thash ndrysho, vazhdojmë, tikum jetën tonë, s'pranukën në asnjë moment, në asnjë gjë. Ti vetëm ke hallin tha me dal, ke hallin me usi rrugash se nuk mendon për familjen. Në ku ishte ai se si shto të mendu. Nuk e kam pas prezent për asnjë gjë. Nuk e ka bërë figurën e burrit, as nuk e ka bërë figurën e babës fëmijëve. Gjithmonë ka lanë prindët e tij më marrë me ne. Por marrëdhëniet nuk kishte figurë burrit ai. Nuk na delte zot për as edhe një gjë. Po zonën si ushtrukën ndaj meje. Mua m'vjen keq nëse është kështu historia dhe Fatmiri ka treguar një tjetër version. Ata kanë dëshën se ai nuk kishte dalë as i qetë për asaj zyre, sikur të kisha fol. Për mendimin tim. Nuk jam kënë një shemorsion të marrë 2 fëmijë edhe të iku e të vazhdoj të dal rrugëve. Pavarësisht son rrugëve nuk jam. Ka dorë zoti, kam 4 vëllezër, kam motër, kam nan, jam shumë mirë. Po nuk jam as që marrë sa të marrë 2 fëmijë edhe të vazhdoj shkatrej familjen, sikur tha ka ai dje, e ka bërë për me shku me jetu te familja vet. Mu nuk më intereson familja jeme. Të tafërmit e mi. Mu më interesu ka familja jeme. Normale se para fëmijëve të mi, unë nuk vej as kënd botë. Por marrëdhëniet me fëmijët si ka patur Fatmiri, se ai është një baba që qanë për fëmijët e tij. Unë jam të thanë se nuk e ka bërë figurën e babës. Çfarë do të thanë tjetër? Nuk e kena asnjë moment si ai na ka marrë, si mu, si gru, si 2 fëmijë vet, si kena shku në event 8-4 për shef. Na ka lënë gjithmonë dorën tjetër. Dorën e prindve të tij. Por ai deklaroi e dashur që gjithçka ju e keni bërë për të përfituar azil në Itali. Dhe shkaku ka qenë se humbi dashuria. Asnjë moment që unë letrat i kisha bë, pa kërku azil. Me pa dashtun, me kërku, kisha kërku, me kërku azil. Nuk jam në atë pikë, si shkoje të baj denoncimin, shkoje të qaj babën e fëmijëve të mi në polici, për me marrë një urdhër mbrojtje për marrë në Itali. Ja kam kërku sa herë ati, jo në Itali kam thënë. Shkojmë një vend ku s'kam as unë të mi, as ti tut. Shkojmë një vend ku s'kena as kanë, vetëm tjena në të 4 bashkë. Por pse? Nuk ka pranua si herë. Por pse? Nuk desha me najmonet. Nuk desha me najmonet vend. Ishte bën një jetesë shumë e padërueshme. Në të në andë. Por ju problemin e keni pasur ju problemin e keni pasur me vjerrin edhe me vjerin, se përderisa i kërkuar burri të largohesh, do të thotë sikur me atë s'ke probleme, se një person që të dhunon si në Shkodër edhe në Itali besoj unë. Kuptoj shumë mirë se dhunon, po e kisha atë mendimin tem, mendimin për i budallet, se si thuti ai nuk ndryshon kurrë. Po vetëm desha me kenë me ta dhe me fëmijën, si mos t'ju humbi gjë fëmijëvet. Mos t'i ndaj për i fëmijëvet, ose mos t'i ndaj fëmijët për i babës, se ai nuk ishte babë, që t'ishte babë dhe ishte si e ndryshi. Nuk prandaj, në asnjë moment. Pavarësisht se ndikushin shumë edhe familjarët e tij. Shumë ndikushin. Edhe unë isha akuzuar për i të tanëve. Për fajin tanë, na kena ngritje. Për fajin tanë, na nuk kena familje si kur e na kenë. Për çdo gjë unë nuk fajsusha në atë familje. Për çdo gjë unë jam fajsu në atë familje, si për i burrit, si për i të tanëve. Por pse? Edhe prindrit e tij nuk të mbështesin? Sepse një nën dhe një baba që shikojnë djalin që dhunon nusen, nuk ndihen mirë. Nuk ndihen mirë, por kur ti din tana gjana, që atë i heri poshtë, i heri mershin vesh. Edhe ti nuk bën kush për reagimit, nuk ishte interes ai.
për mendimin tim. E dashur, unë dua të pyes, ti more vendimin të largohesh. Çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose ti ikje prej Fatmirit? Ndodhi ne kish në grindje, kish në shamon të në kohën. Ai pa përfundon fjalën, pa marrë shpjegimin tim, ai vazhdu ke dhunën, nga më të ndryshmet. Por këto grindje për çfarë vini? Për shkak të xhelozisë? Ishte xheloz. Xheloz ishte, po ishte xheloz kot. Unë isha gjithmonë, se jam martuar, shkuna der, unë jam kenë e mbyllur brenda 4 mureve. Edhe një moment që unë kam dalë, jam kenë e shoqëruar, o për ati, ose me familjarët e ti. Unë nuk kam shku, ka ba djali 2 vjet kohë, 2 vjet shkollë, nuk kam shku, në asnjë moment me shku me marrë të shkolla. Përderisa ka arrit mësuesja ka thënë, i ky fëmijë a ka nankon. Mu nuk ka njoh kush për nan. Por ky është gabimi juaj. Pra nuk është e lehta ja. Nuk është e lehta për fëmijën me i thon a ke nankon. Por ky është gabimi juaj. Ku se unë isha gjallë. Ky është gabimi juaj. Gabimi juaj që të lësh pas dore fëmijët se burri është xheloz, është gabimi juaj. Nuk kisha drejtën, s'kisha asnjë lloj drejtit për fëmin. Mi ishte heq komplet të drejta. Unë vetëm kisha me i la me ndrua dhe asnjë gjë tjetër s'kisha. Mi kishin të gjitha drejtat e fëmijëve. Po më shokon sinqerisht. Si të hoqën të drejtat e fëmijëve? Jo, nuk është shqipërisht. Të janë gjanat si kam kaluane. Unë mu më kanë thënë ti je vetëm një shërptore mren. Unë shikevish si shërptore. Ty të kena marrë vetëm me pastru. Që nuk je për gjatë tjetër. Këto ta thoshte burri? Po, ty shikevish për shërptore. Pra asnjë femër në botë s'ma merr mendja se mund të jetojnë në familje kur arrin pika, ti nuk je drejt. Pra si gjatë e fëmija tu, ty shikej si shqiptore, e ma ka thënë sa herë, ba gati valizhe shkon punë tënde. Sa herë. Por pse? Ban gati valizhe vazhdon punën tënde. Po kur ai të ka thënë që largohu nga shtëpia, bëj valizhet gati, pse të kërkon sot? Do të më shpjegoj ti. Do të më ja kërku ati shpjegimin. Te unë nuk ka pse kërkon më. Me çdo dhunë si ka ushtruar ndaj meje, me çdo gjë. Edhe i lash një antan, i ka erdha këtena, edhe i thash, dhe më arë me jetu këte me ne. Më tha jo, unë nuk vitha në këtë moment e tha të ju, tha. I thash dhe me i lanë fëmin tu, thash. Fëmin tha nuk i lanë, tha, për në këtë moment nuk ja këthej, thash, familjes shpinën. Nuk isha ti thanë, harroj familjen tënde. Në asnjë moment. Hajde, thash, vazhdojmë jetën këtena. Familjen, thash, aty e ke. Nuk ta he kërkush, thash. Jo, tha, nuk vetha. Prit tha del shtatër. Hajde ti këtej, tha, prit del shtatër. Unë thash, ma atje nuk vethash. Edhe çka kam vujt për te, edhe çdo gjë, thash, tana po i mbyllit, hajde, thash, arri prezent me fëmijën e tu. Jo, tha, nuk ve, shumë mirë. Ai asnjë moment nuk e mori rrugën, as guximin marr me taku fëmijën e vet. I kam thënë si unë, i ka thënë vllai jem, 700 avionet merr në aeroport. Çejtë fëmia, shkot të shtëpia për. Fëmijën nuk t'i nalim në 12 natës, nuk t'i nalim mi pa. Nuk e di se çka kërkon më ai njeri. E dashur, unë të pyeta pak më parë dhe nga biseda në bisedë kaluam. Atë ditë, çfarë ndodhi që ti more vendimin të largohesh përfundimisht në Itali? Atë dita kënë përfundimi, jam kënë gjumë me djalin e vogël, se fëmija i kishin shku në atë pikë, sa as deri në baje nuk shkushin po si shanë. Kishin shumë frikë me ne e largë me jetë. Por pse? Kishin shumë frikë, si kur mund ma këthy një minut shpinën. Se kishin pa shumë gjana, ti me pyta është djali 5 vjeç, të shkenë kate në atë momente kur a kënë ati, sa është ba 1 vit jam largu, edhe i ka çdo gjë për aty vetë. Ti kujton gjanat, ma mirë si kur i kujtoj anë. Pse ai të ka dhunuar dhe përpara fëmijëve? Nuk ka rujt për i fëmijëve të hiç. Asnjë moment nuk ka shtrujt për i fëmijëve. Edhe djalin e mos sa herë ashtra në për mesin tem. Sa herë. Djali i mos janë 7 vjeç sot. Për shkak të kësaj dhune, ti kërkove ndihmën e vllajt, të vinte vllajt të merrte dhe të largoheshe. Kështu është shprehur të paktën Fatmiri. Po, kanë ardhur jo një herë, po ka ardhur 2-3 herë. 2-3 vllezërit kanë ardhur me marr, jam kthy, kam shku një herë, kena shku deri te policia, ma merr mendja se e din. Kam shku deri te policia, nuk i kam bërë denuncim, vetëm i kam thënë unë du mu largu prej tij.
Nuk du mi bë denoncim asnjë gjë. Unë du të largohem prej tij. Nuk mund jetoj më me ta. Pra, humbi dashuria, ti nuk e doje më. Nuk mundem më. Thjesht kam vetëm 1% respekt për ta sa është baba i fëmijëve të mi. Për asnjë gjë tjetër nuk du ta shoh. Në momentin që ike në Itali, ti i kërkove Fatmirit që të kishe një prokur, se sigurisht nuk dilje dot. Dhe ai thotë që ju e mashtruat, i kërkuat një prokur se do vije vetëm për pak ditë në Itali dhe më pas do riktheheshe. Po. Për këtë të ka akuzuar. Për këtë më ka akuzuar, ka bërë shumë gabim, se më ka akuzuar. Unë se kam mashtruar, se vllai ka thënë vërtetën, i ka thënë, ose na shoh prokurën e ti ikum, ose na do të bëjmë denoncimin polici. Kishte ardhur pika se nuk u ndrysha më. Ai tha, unë do t'ju lëshoj prokurën, tha dhe shkon. Dhe me shku, po i kam thënë, unë do me shku, nuk rri më këtu. Por Kja kënë biseda fundit. Por fëmijët e kërkojnë babain e tyre? Asnjë moment nuk e kërkojnë. Jam unë që aja si e kam shtyr 700 herë djalin, të madhin, se i vogli nuk flet asnjëherë. Asnjëherë se ka martu, nuk e di si ka fol 2 herë për pjetë. I madhi, jam unë aja që nezi telefonin, jam unë aja që rriti i fol, se do të flasish anej e këte, nuk mundëm thot me fol me ta thot. Po kjo është... Ose të marrin thot vetëm me zan. Vetëm me zan, nuk du thot me pa. Kjo është e dhimbshme. 2 fëmijë që nuk duan të flasin me babain e tyre. Gabimi është që ti. Por ti e dashur. Asnjë fëmijë në botë nuk e dën nanën me pa nanën tu rrap duket. Patjetër. Asnjë fëmijë në botë, sa do i vogël tjen, ose sa do i madh tjen, nuk e dën nanën atë pikë. Kjo është e rëndë, kjo është e patolerueshme, nëse ti je dhunuar nga ai person, ai duhet të ishte pas sekurave. Unë flas sinqerisht, domethënë, nëse kështu është historia, siç ju e tregoni. Kështu është historia dhe nuk e ke asnjë rëndë. E shumë gjëna të tjera. Për atë, unë kisha pas shumë qejf si kur t'isha kënë dje për ballë live me ta. Por unë do bëj të pamundrën, por dua të të bëj dhe një 2 pyetje. Fatmiri më tregoi që unë kam frikë të shkoj në Itali, sa ajo më ka denoncuar për dhunë dhe mund të arrestohem nga policia. Unë nuk i kam bë asnjë denoncim. Se me pa dashje kisha bë denoncimin për këto dhe ai s'do ishte i lirë as në Shqipëri. Asnjëherë nuk kam menduar me bë denoncim. Arsyeja është baba i fëmijëve të mi. Unë kam thënë vetëm do me vazhdu jetën time me fëmijët e mi, ai më mlan çet. Nëse fëmijën do marr mi po, ja sheson sa herë dojnë ai mi po. Ja kam thënë 700 herë, si unë si vllai më. Fëmijë nuk t'i nalim kurr. As nuk i mohojmë se ti je baba i tënë shkurr. Ju jeni informuar që burri juaj Fatmiri ju ka denoncuar dhe gjykata juve ju ka dënuar. Keni thyer ligjin. Nuk ka dënu, edhe ky ka bërë kërkesën prep, se ai dënim është shumë i vogël për këtë njeri. Kështu si do të më dhanë dënim më të madh. Është kërkesa më shkrimin e tij. Kështu si ky pse kërkon bashkim, kur në një kohë të krahit tjetër ky kërkon me mrit dënimin. Në fakt, si e kërkon këtë bashkim? Fatmiri të bëri një mesazh dhe kërkon një bashkim. Kërkon që ti të rikthehesh ose ai të viti jetoj. Nuk ka bashkim me mua. Ju keni nisur një jetë së re? Nuk kuptova. Ju keni nisur një jetë së re dhe e keni harruar të vjetrën? Jeta e re është vetëm me 2 fëmijë të mi. Por takimi... Kjo është jeta jeme. Kështu si unë vetëm do të vazhdoj për fëmijën e mi, do të heci për porën, ai nëse don marrë me pa fëmijën e vet, të vinë kur dojnë. Pse ka denoncim për meje, nuk e ka asnjë. Denoncim. Por takimi i fëmijëve me gjyshin dhe gjyshen ka qenë i vështirë, sepse Fatmiri dërgoi nënën dhe babain në Itali për të takuar enkas fëmijët. Po i ka dërguar, nuk ka është kënë një takim as hiç. Nuk ka shkenë takim si tha ka imram ka pyet djali edhe për një gjë më të voglin. I herë djali vogël si as dorën dha nuk ju ka. As njanit as tjetrit. Se le mua me pyet për asnjë gjë në botë. As dorën dha nuk ju ka djali vogël. Djali vogël ka shumë urrëtitje të. Ta them sinqerisht, edhe fal se po ta them. Man shumë gjana në mend djali, ka shumë gjana në pasqyrë.
Por ju çfarë keni menduar, që s'do ktheheni më në Shqipëri, do jetoni në Itali? Asnjëherë. Nuk kam pse kthehem atje, nuk kam pse. S'kam askan atje. E dashur, ti kërkove që ti ishe përballë Fatmirit, të flisje me Fatmirin. Dje kisha pas shumë dëshirë. Çfarë dohet ti Se thoshe? tha dje tha nuk kam folë qysh mërkuren me fëmijët e mi. Po. Edhe Fatmiri kishte folë një natë përpara me fëmijët e tij. Fatmiri, gjyshi edhe halla. I kam të në kiamatat edhe çdo gjë i kam telefon. Ai nuk e ka mohuar. Vetëm desha mor përballë mi, po kjo është vërtetë në sy. Si ishte të thënë çdo fjalë si ishte të thënë, ishte të mashtru. Kjo mbret shumë. Se ka bën çdo gjë, çka s'ka bën mua, edhe kur ti vin fundi thot, nuk të kam bën asnjë gjë. Ti masi të me kërku bashkim, pse s'u kam bën çdo gjë, të kërkoj shumë falje, ata gjejmë mënyrë me vazhdu. Po unë nuk të kam bën si gjë, kjo të vret shumë, kur nuk e pranon gabimin të vret shumë. Kam shku me linj djalin te spitali, edhe kur kam shku më kanë pyetur infermiert, a i rrxu, unë tha. Jo, i thash, e kisha trupin krejt zime. 7 zandet ka dhunuar. Kam shku me linj djalin e madh dhe jam ken krejt enzime trupit. Më pyeten infermiert, a ki bën e aksident, a i rrxu si e bën kështu? Jo, i thash. Edhe nuk më kanë pyet më, nuk e kanë njeh më gjatë. Ke diçka për Fatmirin për t'i thënë? Thjesht me mlanë që si teme. Fëmini ka vetë kur dojnë marrë mi po. Edhe të thojnë gjithmonë vërtete. Sa do të mundohesh ti ta futish në grop, e vërteta del gjithmonë. Më ka rrash aty mu e djalin e ma. Më ka ullë toka vetëm për një paket ilaçe, si e kam harru të shtëpia. Jena nis me dal, kam harru paketën e ilaçeve të shtëpia, e më ka ullë toka kënë të rashi, si do zoti vetë, ai të hec makinë, unë të hec kam. Edhe djalin e madhe ka rrah makinë, edhe unë të hec të përshin kam. Edhe kur kam shku të shtëpia, më ka rrah sa ju ka bën shefti aty. Por pse nuk e ke denoncuar? Vetëm për një paketa ilaçe si e kam harru të shtëpia. Edhe në qoftë jena ullë me hangër buk. Kam harru ta ketuken, pa ullë në tavalin, me të rinat më janë hedhë në pjatë teme. Pjatën si unë isha të hangër ushqimin, më janë hedhë me të rinat. Se ti nuk ki pru ta ketuken tavalin. Po jo, se kjo është e tmerrshme. Pse nuk e ke denoncuar në polici? Ishte baba i fëmijët mi, pra, gjithmonë e mbrojta. Po ky Qa kishte banë mu? Çdo gjë e bani për të keq, edhe me shku te policia e Shkodrës, është deklarata e shkruar me dorën e tij, se unë nuk ushtroj dhunë ma. Kja të len me kuptu sa e ka ushtru dhunë. Unë nuk ushtroj dhunë me ta. As nuk bajt e batë ma me ta. Në qosë unë ushtroj dhunë prap, unë vjetë të rëzohën prap të policia. Është deklarata e shkruar me shkrimin e dorës ti. E keni te policia në Shkodër. Në qosë dëni me vërtetu se unë jam të mashtru. Tash edhe herë, nuk është e lehtë marrësh 2 fëmijë e dalësh rrugash vetëm. Edhe ti thush ti nuk je zoja, pra si gjallë, ti nuk mund të hash bukë, ti nuk mund të marrësh frymë, e tjera. Fatmir, përshëndetje. Përshëndetje. Siç e shikon, jam me nënën e fëmijëve të tu, dhe unë kam folur gjatë me këtë zonë, ku ajo më tregoi gjithë jetën që ka bërë me ju, dhe mbi të gjitha ka treguar që ju e keni dhunuar. Thot ajo që e kam bënë unë? Ky ishte shkaku që ajo është larguar drejt Italisë me 2 fëmijët. Po ta kisha dhënë unë zonja Odeta, s'më kërkonte që ti të të me ta atje. Fatmir, ti po e mohon që nuk ka ekzistuar dhuna? Jo, absolutisht jo. Të kam pa në vërlejt, në të studia jote, nuk ka që s'këna pasë, dhunje. Apo gjana, por jo në këtë mirë. Për me hi, për marë fëmijët mu, absolutisht jo. Por pse kjo nënë është larguar nga ju pastaj? Pse është larguar? Arsyet e një. U largu për letra. Këtë ligjen, ta kam një ligjen. Të thotën e kam bashkë dhe për letra. E dashur, mund t'i japësh një përgjigje babait të fëmijëve, partnerit tënd?
Ti ja kam dhënë një herë për 700 herë ja kam dhënë shpjegimin, ja kam kthy përgjigjen. Kjo është se Beket nuk gjen rrugë njëri, se nuk pranon asnjë gjë që ka bërë. Po qënë vërtetë. Po qënë vërtetë, mëj, se që është e vërtetë e pranoj deri në dhe, e kam pranu publikistën, që ty nuk të një nërësja, për më marrë me jetu një Itali, me ty të me thonë jam fajtër, e publikoj, e pranoj deri në dhe. Deklaratën, pse shkruaj me dorën tënde të policia shkondër se unë nëse e dhonoj ma, nëse kam debat ma me ta, unë vi e dërzohem vetë në polici, pse e ke shkruaj? Pse e ke shkruaj? Ma thuj mu ku ishte dhuna, vetëm se i me tua. Pse e shkrujt e ti atë deklaratë, se unë nëse e dhonoj ma, çfarë kuptimit merr kjo fjalë për ty? Ose për këtë t'ja është të realizu. Çfarë kuptimit ka? Mund të ma shpjegoni pak? Po ju më kuptimin e ka, janë, nëse ka për të me dhunë, po nëse ka për të parë dhunë, e majnë për të Nërmo, nëse ka kuptimin, se ti ke bërë tana të une. Tim ke dhënu, tim ke rua, tim ke shati të tana. Kjo është kene arsye se unë pse kam ik, edhe pse vendosi mos me ik. Absolutisht. Kjo është kene arsye, se ti nuk na ki dalë asnjëherë në krah, as mua as fëmijëvet. Nuk na je prezentu kur as si baba si burr. Gjithmonë na ke dhënë dorë dytë. Unë dorë dytë ju. Ta kam thënë, ta kam prek. Tana i kisha harru, tana i kisha myllë, sikur ti t'ishe nisë marrë tena me jetu me ne. Ti na theve shpinë e ne, për me najnë Shqipëri, se nuk dishte me lanë punën ku ishe, as shpinë, as familjen. Unë thash, hajde rri me ne, familjes mos ja të shpinën, e ke prep aty. Ti jo, unë nuk ve, hajde ti këtu. Jo, absolutisht. Që se ke dëshirë më arë me pa fëmin, tu më arë kur tusht, kam thënë edhe në 12 natës t'i shes fëmine edhe Shqipi. Janë fëmija tu e nuk i më bajë kur. Sepse nuk ki rënutin mu, edhe nuk ki rënutin mu, këtë harraje se po e më hëndi. Ose po e fut në gropti. Harraje se janë djeni edhe printu, ashtë djeni edhe motra jote, edhe të tanë, se që ato janë si kanë marrë vleznit e mi, edhe kanë tanë, hajde një merë në motrën tuj, se myti vlejen. Absolutisht kur. Nga ma mu me hapë thesin ma tepër, në qo se ke mundësi. Që si ma mjëdhe, edhe vazhdo si ku jena nisë. Me vazhdu me bëha gjyshet, me përfundu divorcin, ti në puntanë, unë punte, me fëmija kuj ti takojnë, si ti takojnë, mi njek. Jo se të kam pytës, a di që kam pytën, ta valin që jenë prezent që vlezit tu. Qa dhe me bo, du me shkuta, mu që tu edhe mu shkuj. Edhe unë nuk bim ma në këtë vend, kam thënë. Mos e thënë, mos e që. Po, edhe një ditë para, kam thënë 2 vlezit e mi, ose në shë prokurën ti këm punë tonë, ose në të shkojnë bëjnë denoncimin polici. Po, edhe unë i thash si për denoncim, më shku kur dëni, si për denoncim, i kam thënë. Po, për që prokurën, ke thënë, unë për që prokurën. Jo, me më hom diri nese, nese kam thënë, si do me vepru si, ti thash, do me i kam thënë, se unë s'pej më aftë. Kështë të kam thënë. Ja. Ti nuk i përmën asnjëherë gabimet tuja. Asnjëherë, nuk i ki përmën asnjëherë, edhe ti më thonë nuk të kam bërë asnjë gjë, kjo fjallë nuk të kam bërë asnjë gjë, që ha desh me të bërë. Ashtë kjo fjallë atje të mrapën. E dashur. Jo, për zotën, as kam bërë, as të desh me të bërë, as kam bërë sërsyje me të bërë absolutisht asnjë gjë. Fatmir. I dashur Fatmir. S'ke bërë, po ti ke bërë për arsye, kjo ti të thonë drejtur. Po të ti dëshmërës, po i thotë, ti dëshmërës një mënyrë që ke marrë gjithë. Fatmir. Ti marrë gjithë. I dashur Fatmir, mund të më lejoni pak të flas? E dashur. Ti marrë gjithë. Ligjërisht ti ke thyer ligjin dhe je dënuar për këtë gjë në Shqipëri, që fëmijët nuk i ke kthyer në Shqipëri se prokura ka mbaruar. Por edhe nëse Fatmiri nuk është sjell një burr i denj për ju, për fëmijët, është gabim shumë i madh nga ana e tij, sepse humbi familjen. Por teksa po ju shikoj të dyve që po flisni, jeni kaq të mirë, shumë e bukur je ti, shumë i bukur është Fatmiri, edhe fëmijët yje i keni. Nuk mendoni të jepni një shans njëri tjetrit për mos ta shkatëruar familjen? Ja kam dhënë. Ja kam dhënë një herë, një herë, 2 e 3. Po nuk jep se jep shansin një njerit kur nuk e bën as i hap drejt tejet. Çfarë shansi ti jep tjetër një njerit kur nuk bën as i hap drejt tejet?
Po si më që është ti si femën, si për një jetë, si nuk bën asnjë hap drejtet, si jep shanse ti më, kur ti ka marrë 2-3 herë parën. Ndoshta momenti kur ti ke dhënë shansi që ai të vinte në Itali nuk ka mundur dot të vi. Çfarë pengoj? Se nuk erdhi ky vetëm i ditë marr mos sharu me mua dhe me ik me mbyll xhanat si kishte atje. Pse nuk e bani? Ky çka këtë zhet këtë më bë? As i xhan, veç priti se tha. Ta tha dhe në emision, prita tha se po penohet Kozeta. Se ka Kozeta është fëmijë. Jo po penohet Kozeta dhe po kthehet. Se lash kohën 3 muaj kam thonë. Se po penohet. Në një kohë si unë të kisha thënë, unë marr Shqipërinë nuk ve. Deri si des, unë marr Shqipërinë nuk ve, kisha thënë ty. Ndoshta e dashur Kozeta. Jo, ti thon në Itali, po ju thon këtu. Ti më thon në Itali, jo këtu. E dashur Kozeta. Po, kur erdhën në Itali kam thënë. Se unë nuk kisha lëzhu prokurë më. Ti kisha folën fëmijë e mi më ti. Po këtë di se s'ma ke lëshuar as herë tjera, po u treme ti, për jetën shove. Po, edhe me falë fëmijët e mi s'u trema. Po jo më s'kishte në kur. Po fëmijët tu i ki falë me kohë, më. Fëmijët tu i ki këthe shpinën me kohë. I ju ki këthe shpinën me kohë fëmijëve ti. Unë fëmijëve? Ti pra. Ti ju ki këthe shpinën me kohë. Se me mu e ki ba kohë. Po fëmijëve ti ju ki këthe me kohë. Me kohë që u dhe qyrë fillim me ba me qyrë fillim, por u mendoa se kam baj me njerë. Po, edhe po mendoa se kam baj me njerëz. Jo me njerëz se nuk ka shpjegim kur një janë. Vetëm gjaja kryesore dhe dhuna. Jo, absolutisht dhunë për zotë s'ka pas kur herë, vetëm është ajo fjala jote, se të ndalësh ajo dhunë aty, se një dëzu për dhunë, edhe të çdo ti rrish asaj tanës. Po ti më asnjëherë nuk e pranon, po ti nuk e di se si të mundet ajo zemër ose ajo shpirt mos më pranua asnjëherë. Nuk arrin me të kuptoj ty. Po të pranoj më se s'ka ndodhur kur. Ajo shikon ka ndodhur me fakte me sana. Nuk është se jam ndjeni vetëm unë, jam të thënë. Ke nanën tonë, babën tonë prezent. Kështu si mos fëllë. Pranoj e manje del më burr, më thon po për zotin e kam bërë kërkoj shumë falje, se sa më më hu. Se nuk je fëmijë, je 14 vjeç. Kjo janë trillimet tua. Por zoti je s'kesi e pranon, se del fajtor vet. Fajtori kur nuk e pranon fare. Dhuna nuk falet, Fatmir. Nëse ke ngritur dorë, dhuna është e pafalshme, sinqerisht. Kam dalë te emisioni për me të kërku, për gabimet e mia për me të thonë më fal. Nëse për gabimet tuaja i di. Pse si pranon gabimet tuaja? Ti pse si pranon? Gabimin tim e kam pranuar publikisht, e kam thënë që jam fajtor që nuk e kam mirë. Se ka katër vjet që pas me kjo. Po. E ta dhe me thonë pranoj dirin deke. E kam thënë 700 herë, bargoti valizhit, ik më puntane, edhe se shikoj vetëm si shqiptore, të nuk janë gabime këta. Kam thënë ty se shikoj si shqiptore? Po, për më ke thënë, e tjera, shumë gjana e tjera. Asnjë për këtë episodit, vetëm janë mesazhet tua që dënë mi. Ti pas kodësh një mëtë muj me menu, të gjana? Po. Ja, si kam pas kohë me menu kashmirisht, për janë gjana që më kam ndodhë gjatë jetës. Gjatë 9 vjetëve me ty. Ja, për zotin kur nuk kam ndodhë. Se me pa ndodhë, nuk shtoj me të kërkullë. Media me jetej. Mesazhi Ti vetëm me marrë fitoren, se s'na kërkon asë na dënë pas fëmijëve. Vetëm të kam thënë, ti dën vetëm fitoren. Me thënë shifë unë fitoren. Po ja. Zhlunë një dhe një? Po mi dash kisha artë është një matë muaj kisha pëmër. Po shumë kina timoj me vlezë tu, shumë kina timoj me vlezën. Arshaj si ka ardhët ka thënë 700 herë vlaj, vjetë merë në aeroport e qëjtë fëmija Shqipi. Atë ka thënë. E kam thënë edhe publikisht mëj, se është realitet e kam thënë publikisht. Qa ki desh tjetër ti? Qa ki desh tjetër ti? Edhe unë jam një vend, jam të jetu një vend, ku ti e një shumë një, ki artë sa herën këtë vend e ki jetu veti. Po, nuk e muhoj më, që është e drejtë, e vërtet, nuk e muhoj, kam qenë. Që se s'ki po të muhoj me të si kisha arë vetë, me pa dash kisha arë vetë, pa pyta s'kanë botë dhe kisha arë të fëmija. Po, si zhim moj një vend që jetë zhruki ti të që me thu mu, unë jam përbalë tje, që sa është të sanë, pa le më atje që akish kisi, ti e dhim që mrejt dhe tu, që një pas të shkim pa ba, ti a dhim që mrejt dhe tu, që një pas të shkim pa ba. Arsyeja, që s'ka morë, është mos besimi. Asë të më tjetër që më ka lalu. Asë që kam besim të ti. Po, si me pas besim të ti? Me të më të ty shanë, që shfar besimit ka mund të ti? Te
besimit të vlezit, më, jetë ti. Se vlezit kanë qenë këtë ditë ju. Vlej ka qenë këtë ditë ju. Ka që atë ditë. E dashu Kozeta. Këtë ditë në kishu vetëm ti, kështë trajtimi jetë. E dashu Kozeta. Ja për zotën kur s'pate këtë trajtimi. Kështë trajtimi jetë. Mira pate, vetëm mira. Por prisë pata mira, mora 2.000 dhe ika. Prisë pata mira, mora 2.000 ika. Ti prando publikisht. Me që asë më zonë, ja suslinë për, se nga shumë nuk prandova me arë në Itali, me dhe me në Itali e bane këtë gjati. Djega dhe vizën unë, që të ta shumë mirë, jena shumë mirë, nuk po ikum, e të të në. Djegë vizën se s'dashtë me hecë për parën, për këtë djegë ti vizën. E dashu Kozeta. Isha shumë mirë, të s'kita E dashu Kozeta. Fatmir, të lutem, Fatmir. Dhe ishë shumë mirë, ti s'jam ullën natë për natë të qajtë në kravat një mujë rrështë të tanë mirë më hekë për i këtojit, hajde ti kum për i këtojit, a mirë ta du këtyre e punë. Je ulti natë për natë me mu të shajtë, hajde me për i këtojit. Me tyra është të kohët me folë, se ti nuk e pranon as i gjanë se se ki pranu të shsa e sa ko, lema për pranon të shpublikisht. Nuk kom se si e përmej se janë gjona që s'janë. Janë gjona që nuk ekzistojnë. Jo që më kje thonë, hajde ikum jashtë shtetit, e pranojmë kje thonë. Jetë 4 vjetë që jetën thonë, hajde ikum. Këtë e përrej. Edhe unë të kam thonë si njëri, po zhe një punë to, stabilizojmë se jena shumë mirë. I dashu Fatmir, e dashu Kozeta, dhuna nuk falet, unë e përsërish vazhdimisht, dhe nëse ka ekzistuar është fatale, por aman, edhe burri nuk ndahet pse nuk të ndjek në Itali. Ndoshta ne mund kemi dëshira të shkojmë dhe në Amerikë, por kjo largimi jot me 2 fëmijët, ndoshta e ka bërë të reflektoj Fatmirin, malli për fëmijët, malli për ty, ai po e shpreh që të do dhe po të kërkon që të rikthehet me ty. Qysh nesër shkoj, të pranoj publikisht, jam i gatshëm qysh nesër shkoj. Unë dua të them sinqerisht, e dashur Kozeta, Fatmiri... Ti si kemi gani gashëm se ti luftove me bollon dënimi. Mas asaj më dha dënimi, ti e të luftu me më rrit dënimi. Qëfar gashmëri e ti, qëfar njëri tjeti, si ti dhe me funos në anën e fëmijëve tu, edhe tu jam i gashëm. Ku ta di në besimin ty, marë? I tërheq njën, kam të një tërheq njën. Kimi shtu gjenë në fundë, marë, a e keni isa tru? Ti me patosh me orë, Kozeta, kisha orë, pashku me bërë dënësimin, edhe kisha orë, të mos sharu me mu. E dashur Kozeta. Dënësimin, mos i tjetën dënimet e zhanët, ti me kërku më arbe e tu me mu. Pra, më të nuk të njeku. E dashur Kozeta, po të flas... Me patosh kisha arpia kur kam thënë nuk të e shprej. Nuk të lonë familjar tu. Kam punë vetëm me ty, se më kishu në këtë ditë, edhe kam punë me 2 fëmijët e mi. E dashur Kozeta. Për mi nuk më interesën kërkush për fëmijëve të mi. E dashur Kozeta, Fatmir. Atë që qitëm të dritë, atë... Fatmir, të lutem, Fatmir. E dashur Kozeta, të flas shumë sinqerisht. Unë nuk kam jetuar me ju dhe nuk e di të vërtetën, por di të them që Fatmirin e kam takuar dhe vetë personalisht. Vazhdon të doj dhe këmbgul të mos prishi familjen dhe të jetë me ty. Përderisa ai erdhi në një studio televizive e bëri publike, do të thotë që e do. Sa pas të studia publike, pa ke marrë më folë me mu. Jam i gatshëm qysh nesër. Se problemet i kena pas të dy bashkë. As i kena pas me fisin tem, as me fisin e Fatmirit, as me emisionet publike. Ndoshta faljen... Kur nuk i myllin në dy bashkë, s'ka stacion që na myllë. E qartë, këtë drejtë, por ndoshta ajo falja publike... Me mu e ketë kod. E dashur Kozeta, ajo falja publike që ai të kërkoi dhe ajo ardhja bëri sot që ju të flisit me njëri tjetrin. Se çdo herë, edhe muajin e dytë, edhe muajin e parë, kam përkullë dhe më kje thonë, hajde, ka fëmi tu që me mu kje ka përfunu çdo gjë. Po shumë mirë, ti pse se bane atë fakti? Para kësaj gjëje të lartë, se gjenjen me thonë që kishte ardhur dhe kishte bashku me mu. Përgjigjja jote ka qenë të herë, se ti me mu nuk je shanse mo. Hajde shifmin tu. Edhe unë jem shenësit konë thonë, hajde me shpinë e reja për fëmive. Se të kena, kam thonë? Ku do punejnë? Ti dim se ta vend punë ka aty. A do punejnë? Po se të bashkushe me mu këtë zhetë fundi?
Po ju më se ti kam ofru të analojt e mundësi, kam thonë, bashkolla bashkë komunën tjetër. Tu bashkolla nuk e të shepun. Ta kam ofru me tikun ku du shtit, kam thonë, bashkolla tikum. E dashur Kozeta dhe Fatmir, të lutem, Fatmir dhe Kozeta, të lutem, ua them shumë sinqerisht, nuk u njoh, por dukeni që jeni një çift shumë i mirë. Jepini kohë njëri tjetrit, mundohuni të flisni me njëri tjetrin telefon, po bëheni prap dhe mos e shkatroni familjen. Mendoni për ata 2 fëmijë që kanë nevojë edhe për erën e nënës dhe për erën e babait. Se këna shku dhe herë në këtë pikë, edhe i kam thënë, jam thyt të shtëpia ti edhe i kam thënë, mirë hec tikum. Tikum një vend, po s'kena as kantoni. Vetë të kjerën atë katër. A shë pra që prandon me gojë tame, se të me thonë se ti prandova me hikun me ty. Ndoshta, Fatmir, Kozeta, ndonjëherë gjërat... Gjeta këtë mënyrë se më shove ti se vazhdo me dhunin për fillimit. Kozeta... Ja për zotë të asë në një lojë mënyrë, ta kam pyet në ty lezër të unë që të në ty lezër të unë. E dashur Kozeta... Fatmir... Edhe nuk ishin shafra. Fatmir... Nuk është as i zharësa. Çfarë flitet për ty nuk është as i zharësa. E dashur Fatmira... Nuk e mohoj me ditë një tërnë. Nuk e mohoj. E ke mohu, një të thanë, del ma burë, më thani, kam bëtë, ta në kërkoj shumë falje, dhe vazhdoj në rrugë. Fatmir dhe Kozeta. Fatmir. E vetë një gjohë, që kërkoj falje, nuk të kanë një. Të lutem, Fatmir. Kozeta. Andë rëzik se gjënarën që ki bërë me mu nuk i lanë. Kozeta. Unë me ty ati me mu, ti morë e fmitë. Unë me ty ati me mu, ti të folë fjallë që ti sa mund ty, më shose. Fjallë që unë të ti sa mund ty, të me thonë ti mu. Se kje njërë gjatë Kozeta, Fatmir. Të lutem. Të lutem, Fatmir, të lutem, Kozeta. Ndonjëherë gjërat duan kohën dhe vendin e duhur të bëhen. Ai po ta kërkon, më saktë vetë Fatmirin le ta thoj, po ta kërkon që të ribashkohet. Do t'ja japësh dhe një shans? Ndoshta mendoje... Në njerëzit e vetë me zonë Odeta, se kjo po kiste në Shqipëri, kjo pa kiste bankit të në asëherë. Ti si femën, ti Kozeta, një pyetje, vetëm një pyetje do të bëj, dhe do të gjoj. Vazhdon ta duash ende Fatmirin sa i të do? Si të kam thënë dje, vetëm 1% kam respekt për ta sa është baba i fëmijëve të mi. Për tjetër nuk du me për. Respektin më hume vetëm kur mora dënimin. Pra dhe thot që je gjithë me interes. Se ume respektin që të dënimin. Se hetin kam tjera ti. Ta kam thënë, shumë gjona nuk i ke bati. Ki vazhdu të bërë vështirë që për i ke marrë që Por qëfar? Atere, keni vendosur të shkoni në divorç? Të dënimi për i ku dashnia. E ki ndurë ti unë me heka dënim. Deklarate, jotja deklarat. Mja jam të lutë, mos paguj më avukat shkot. Atë lek që paguj më avukat kam tonë. Ma mjë që u kushtojnë. Një vetë të ojtë, edhe të bashkojnë apo arkun e qitë. Kam tonë. Nuk të kishtë të të një matë mujë që bane për fmitë të ti. Qëfar hapit bane ti për fmitë tu? Se mu mos më vëgërit hishtë, se s'm ki vëgërit asë. Qëfar hapit bane për fmitë tu? Asë kush nuk të kalon. Asë ki pas denuncim, asë osi gjë. Asë kush nuk kalon. Ti, për fmitë tu, ti kishe hetë shku zdi se ku me pa dash bashkën. Kishe luftu ti. Sa të të kishë më thanë në ty, ti mos hajde, ti mos basë, lesit kam thanë hajde, ti a desh me hetë me vazhdu me nanjek. Qo se ti ki dash bashkin. E dashur Kozeta. Kam thonë më shuë që pëse s'kam ardhën. Arsyen ta kam thonë. Arsyen vetëm të frika që ti deklaru ti. Ti e tim se vlajzët me meci, letë respons të pri vlajt. Ta miko, pri des, pri zëtnis des. E shumë gjona tjera, që më toti mos të mba me full, mos të mba mu me full. Pra për desa për falsifikitu. Letra, shumë gjona tjera, po imaginu Funa jote. Më të gjo. Kozeta dhe Fatmir. Me hime full me tjetër. Kozeta. Me full me mu, full lidhje me mu.
Me përbenë si keme mu. Po pra, kja zonja nuk ka të pyet për familjarët e mi, kja zonja, të pyet për mua për ty. Kozeta. Ju mund ta deklarojmë se të kam shumë bro. Arsyeja se kam marrë është se nuk kam besim se vllai se ai vllai mbulli flit mu, mi vjellit mu. Nuk ti të lirë kush fëmijë ka lërë me nënën e vetë. Fëmija ka lërë me nënën e vetë. Kozeta dhe Fatmir. O deta është e kohët me folë. Me sa po Është e kuptoj, kohët me folë se nuk zgjidhur si gjë. me sa po kuptoj, ju nuk do t'i jepni shanse njëri tjetrit për bashkim, për i bashkim. Unë jo asnjëherë. Jo, se unë jam gati. Kjo zonja, po nuk e lanë, pra po ta përsërit që nuk e Shikoni lanë. si është problemi të mi Nëse dëshironi të flisni pa pranimin time, unë sinqerisht mund të ngrihem dhe të dalë të pi një kafe dhe ju të dy të diskutoni edhe gjëra që Se kam folë 700 herë, po pranin tonë dhe po pranin as kuj kam folë 700 herë me ta. Kishtu foto të fëmijëve më, kishte ka dalë një atje, ti kishte fëmijë me folë me mua. Asnjë foto s'ta kam shuar, asnjë foto s'ta kam shuar. Kam 12 foto jam total që më ke shutit fëmijëve. E kam telefon, telefon. mirë, sinqerisht, nëse keni diçka të fundi për t'i thënë njëri tjetrit, mund t'ja thoni. Jo, unë ata që kam thonë, nuk kam që me në më dhe, po unë jam nga shumë të bashkë me të. E mu si kozet nuk ka ma punë sa t'jem zhëllën. Kjo është pra për të së marrë, me se si fjallë t'i pas që është ditën e parë, o i zhojnë, si fjallë t'i pas që është ditën e parë. Ti hajte për fëmijën e tu, mu mos më të gëret ma. Mua më vjen keq Fatmir dhe Kozeta, por sinqerisht, unë mund të largohem dhe ju nëse doni të konsumoni biseda që ndoshta nuk doni pranimin time, unë mund të largohem dhe mund të dalë pi një kafe jashtë zyre. E kena numër, e flasin pret nga bëva me dësht. Unë uroj që të flisni dhe t'jepni kohë njëri tjetrit. Edhe kja që është ferme me muhabetin si kam treguar, nuk më nërmenja se kishte kërku bashkim. Për mendimin tëm. Unë e vazhdoj ta theksoj ta them që dhuna nuk falet, është e patolerueshme, por nëse kjo dhunë nuk ka ekzistuar, po ka qenë grindje mes çiftit, duhet i jepni shanse për mua njëri tjetrit, mos ta shkatroni familjen, por ju vendosni vetë, jeni të rritur dhe vendosni vetë. Pyesni zemrën tuaj çfarë do bëni, jo mua. Kjo ka ndorë, si thonë, unë jam i gatshëm, mu bashku qytetë. Edhe unë ta kam të përgjigjen. Si jap shanse një njerit kur është koha viti, edhe ti nuk e ke bënë si hap drejt nesh. Po shumë lehen ti moj, nuk më lehen ti moj, me bo hapin, ja. Si më lehen ti me bo hapin që tu me mujë. Po t'ja i burë është i burë po t'i vendosin vetë më gjëranat e vetë. Unë t'kam thanë, më hec vetë për pora për jetën tënde, më edhe më s'ka ke neti të t'hecish vetë për vetën tënde. Po një me se s'kam kërku në për jetën të emë. Unë jam të kërku që t'ashko me ty me shpinë të mi. Po jem pra, ti hecën për jetë tanin. Luftoti, a dhe me luftoti, a kërkën bashkim, pëse s'luftove ti? A si hecë se bane? Po pse çfarë po bën tani? Unë po t'jap shans ty kur një kohë është 11 muaj, nuk i bën si hap drejt në nesh. Po këtë fjallë që janë gjitha jetën moshme. Këtë fjallë që të mënë. Kozeta, të lutem. Kozeta, që mos... Ti kam po 700 herë. Kozeta dhe Fatmir. Ti shanin me bët, kam thonë. Lesha të thamun, ti shanin me bët. Du mu bashku, luftë për të kam thonë. Kozeta dhe Fatmir, që mos të përsërisim të njëjta fjalë që kemi thënë deri në këto minuta. Motra jeme, grua jotja nuk bëhet për të lutem, Fatmir, më lejo t'i them Kozetës. Kozeta, jepi kohë vetes tënde. I kam dhënë tash 1 vjet. Me 15 qershor bëhet vjeti. Kam pas kohë edhe ky ka pas kohë me rregullu jeni gjatë. Po, në këtë një vit që nuk jetoni bashkë. Në këtë një vit që nuk jetoni bashkë, ti jeton në Itali dhe Fatmiri në Shkodër. Ndoshta Fatmiri ka reflektuar dhe gjërat kanë ndryshuar, prandaj po të them, mos është momenti të japësh dhe një shans. Shumë vonë. Shumë vonë që më la mundësi ti mëj. Shumë kilon ti mëj mundësi. Ti blokova të në rrugë. Të në rrugë ti blokova ty. Të në rrugë mi blokove ti, normalisht. Kërë nuk të me luftu njëri, të në rrugë ti blokon.
Ti arrit me prenu dyshekun e djalit, që është i budallik me e sun, kemi arrit me mos me madhon, dyshekun e djalit, kemi thonë e kena blena. Të mos ku e vlerë shkojnë tua, vlerë me këtë lojtërin se të dajë shpi prej meje. E pasë vlerë me plana me dajë prej meje. Mirë, Marën si ka qëra mua më duhet të largohem. Mua më duhet të largohem, mund të vazhdoni dhe pak vetë të flisni. Fatmir Kozeta, mua më duhet të largohem pak, mund të vazhdoni dhe të flisni, kështu që më mirë kuptoni. Me mua jo, kështu si faleminderit shumë për telefonatën, për mua është mbyll çdo gjë. Dash me luftu të vazhdojnë të njëjtën fëmijën e vet. Me mua është mbyll çdo gjë. Kjo është fjala e fundit. Po patjetër, ti je babai. Sot je ke këmbra apo? Shukuri kam njek dhe vitën që ishin të shtila, do të të njekun. Vitën të ishin të shtila. Jo, për sot s'ke shanse mi njek si për ditën si janë kënë të shpia. Si i ki njek, nuk i ki njek fort mirë, pra. A s'ke shanse ma. Harroje, ata fëmin as mu. Si kur na ki njek si na kënë të shpia, nuk ke shanse ma me na njek. Ja, as mu. Mirë, e mbyllim këtë bisedë, mos ta vazhdojmë me më shumë acarime. Mirë, Koze të përshëndes, Fatmir. Do dëgjohemi, Koze të përshëndes. Mirupafshim, Fatmir. Mirë të dashurmishe, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart mos harroni, klikoni dhe bëuni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube për më shumë video dhe për më shumë histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakojmë nesër, mos harroni ora 10 këtu në të njëjtin vend. Mirupafshim.